Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jo çdo njeri humb nga se nuk e din rrugën. Disa prej tyre humbin nga se zemrat e tyre i ka kapluar errësira. Errësira e mëkateve. Andaj, kur zemra është e gjallë me iman, kur zemra është e zgjuar, kur zemra është e kthjellur, dhe kur kjo zemër merr reflektim dhe dritë nga drita e imanit, kjo zemër e din vetë ka duhet të shkoj, e din vetë cilin shteg duhet të ndjek. Pa pasur nevojë për zhurmë, e pa pasur nevojë që dikush t'i shtyjë nga mbrapa. Allah subhanahu wa taala kur na tregon për robërit e tij të afërt në Kur'an, thot kështu: Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ata ishin që pak flinin nga nata. Pra disa robër që një pjesë të pakt kohore të natës e kanë kaluar në gjumë. Jo sepse këta njerëz nuk kishin nevojë për gjumë, por se zemra e tyre nuk i linte që të flinin qetë nga malli për Allahun subhanahu wa taala, nga malli për vetmimin me krijuesin, nga malli për qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala në namaz. Andaj kur zemra lidhet me Allahun, trupi ju bindet lehtë urdhrave që i jep kjo zemër. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dhe në syfyr, ka fundi i natës, këta robër të veçuar kërkonin falje për mëkatet e tyre. Andaj, netët e Ramazanit janë netët e veçanta. Netët e Ramazanit janë mundësi të arta për ata të cilat e ndjejnë këtë thirrje të madhe prej Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka nevojë për shumë zhurmë, e as nuk ka nevojë për shumë mund. Thjesht 2 recate vetmi me Allahun subhanahu wa taala. Një lutje, një dua drejtuar krijuesit tënd me sinqeritet plot. Një moment vetmie me krijuesin tënd, ndoshta ka mundësi që kësaj zemrës t'i largohet errësira dhe t'jetë e lehtë për këtë zemër ndjekja e shtegut të duhur, pra shtegut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili shteg përfundimin e ka në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj largoje errësirën e zemrës tënde duke kërkuar falje në fundin e netëve të Ramazanit, e pastaj zemra vetë do ta gjen rrugën që duhet me ndjek. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.